Si jeni? Mirë. Jemi në Bunavic, praktikisht është në fazë e dytë ndërhyrësh, në fazë të parë që bërë 10, në bërë pjesën e parë të rrugës me 4 km. Aktualisht jemi duke punuar në kuadër të programit të shtesave asfaltike për vazhdimin e kësaj deri në qendër të fshatit Bunavic, madje edhe një degëzim aty në qendër të fshatit. Që është rreth 3 km rrugë duke i dhënë akses gjithë kësaj zonës, ashtu siç e pamë është një zonë me potencial të jashtëzakonshëm agro-bujqësor, vishta fantastike. Por duke qenë që këtu kemi edhe bazën. Kjo është baza, kjo është qendra e formimit profesional dhe shkollat e formimit të muajve të parë të gjithë ushtarakëve, baza e famshme e Bunavic, të cilës do i bashkohen kryeministër edhe një brigadë emergjencave civile që do jetë dedikuar për qarkun e Vlorës, ishte vetëm në qark që nuk ishte brigadë emergjencave civile. Dhe praktikisht në këtë bazë do jenë në mënyrë permanente 500 ushtarakë dhe personel mbështetës, çka e bën edhe një vend ku nevojiten më shumë shërbime dhe ne do gjejmë një mënyrë së bashku me bashkinë që të mund të marrin shërbime nga banorët e zonës, ushqim nga zona, në mënyrë që të rigjenerohet pak edhe ajo ekonomia lokale. Gjitha është rreth 4.5 dhe 7.5 km nga kthesa e Bestrovës, në lidhje me rrugën nacionale, kurse ky segment që kemi aktualisht është 3 km. Dhe lidhet me qendrën e fshatit Bunavic dhe një degëzim aty në fshat. Ç'është e vërteta dëshira e gjithë banorëve mezi presin fakt që ta bëjmë ndërlidhjen e unazës së 7 fshatrave dhe është një segment 1.1 km deri. Po që po 1.1 km do ta mbyllim unazën. Është shumë mirë se kanë. Dhe do ta mbyllim më burr, për çfarë thua, po bazën detare toksore ajrore Shqipëria në Vlorë ka në histori, kështu që ajo që thoni dhe ju shpesh, pra sa herë bëjmë një investim civil, i shërben edhe një infrastrukturë ushtarake dhe anasjellës. T'ja themi që tani, do ta bëjmë atë që është mirë të bëjmë një ndërhyrje. Duhet ta përmirësojmë cilësinë këtu, po bëjmë gjithë atë punë me konvikte dhe shkolla profesionale që do bëhen konvikte europiane që kush çon fëmijën sidomos nga fshatrat në shkollë profesionale ta ketë me kushtet më të mira. Tani po bëjmë ato të tjera të ndërë, tani këtu ku vinë ushtarakët për muajt e parë do t'i bëjmë kushtet optimale tani. Kemi mundësitë, bëjmë investim, t'i përmirësojmë të godina, t'i bashkëpunojmë dhe me fondin, t'i veshim me sistemin e kursimit e energjisë, t'i jenë top. Unë të themi që të bëjmë të shtesë ka zërkuar të shtohet e rruga dhe i mbuna. E ka pas në jo, duhet t'jemi lidhim në vëllë i kërmenisë. Si tradit e kemi të kemi një kafe. Unë tradit pa tradit, në ty do api kafe, do në hepi një kafe. 10 kafe, vetëm shëndeti, të dhënë, se na duhet në shumë vite. Duhet të lafosim pak për të lidhur atë rrugën, për të bërë unanë. Duhet të lafosim pak. Të lafosim tamam, që mos marim angazhime kot. Të ndruar parti për mua. Dëgjoj. Duhet ta dish parti ka ndruar dhe Churchilli kur e kërkon atë dheu. Se ju i doni me këto figurat botërore. Edhe Churchilli ndroi partin kur e desh atë dheu. Në rregull je. Po mirë, ti je tjetër gjë. Ti je tjetër gjë se ty s'ka qelluar partia dur. Ti i qelloi partia gabuar e ndroi, në rregull. Po nëse do bëjmë 40 vjet. Po mirë, në rregull je ti, ç'po. Shiko, mos vazhdoni me të 70-20. Jo, ju këtë partia tjetër. Tani kjo partia e re që kemi, i ka dhe ato të 70-20 dhe ka dhe këta të rinj. Jo, unë dua vetëm ata që... Atë pra ata, hajde du. Hajde, je penduar që ke ndruar parti. Ja, urdo, shikoj. Është i vështira i momenti ndrimit, për pastaj... Kalon.
Hajde. U do ulim. Hajde ulim. Hajde. Merë nga Anglia këtu. Po i këto, kësaj. Nga Anglia, qa ke? Ja. Ta marrë unë atë, me video se ma do të po. Nga Anglia është ai. Ma merr me video. Po, ta marrë unë. E ke në linja apo jo? Po e kam. Po, në vjen kejtë. Kush është ky? Paulo Dëma. Po lëre tani 44 s'ka pas votime, mos ja fut kot tani, kënë 44 që voton. 44 o votoje o... Pavlo Dëma. Urdo! O, Pavlo, si e më vlla? Më ke marrë mua? Më ke marrë mua? Më ke marrë mua në telefon? Më ke dërguar dhe i mesazh. Edhe unë që kam bërë, nuk jam... Sa vjeç je? Sa vjeç je mo? 56, 5 djem ke? Me të tërë me njeri ke bërë apo i ke bërë me radhë mo? Me sezone i ke bërë, okej, në rregull. Po, pa tjetër. O, dëgjoj tani. Këtu jemi të fshati, shiko që bëhet tu, shiko. Te e kokën, mos shif anglin, shif te. Këtu. I shikon këta? I shikon? Ha? Djali xhajit tim. A i shikon ja ku e ke djali xhaxhajt? Ja, bravo. Janë edhe kryeplak fshatit Bunavis. Ja ku e ke... Ore, qa ke që lëviz sa ndek te, përqëndrohu këtu. Ja ku e ke djali xhaxhajt, shiko e. Shiko këtu, po shiko. Ja. Dëgjoj tani, ne jemi këtu te kjo rruga, tani sa po i thash, hajde ulemi çik, flasim çik dhe për atë lidhjen, ta marrim vesh eksakt sa është ajo lidhja, sa është ajo lidhja. 1.000 metra. Por për 1.000 metra, po që 1.000 metra ne e bëjmë përpara se sa ti ta rish në shtëpi atje. More vesh apo. Kështu që se ka mendje, nuk e ka mendje. Po ku e ke mendjen, ku e ke, shiko, se ka mendjen, shiko, nuk e ka mendjen. Ik se po na bën të pa bër, po ik. Mos ta mbyll unë, po çfarë do të shoh ty duke i dhënë makinës po? Ore shiko, duke i dhënë makinës unë shoh vetëm lulin, ty nuk të shoh. Po. Po si urdhron, urdhër tjetër ke? Si urdhon? Na mbyti këmë, na mori gjithë. Po iko, a shiko, e ti si mua beti, unë në këmë, këta në këmë, ne s'pim do të kafe, ti na mban me lafe. Ik tani, hajde. Lafe shumë ti, na s'pondi. Do na jepni një kafe apo do? Po kafe do japim? Po si qa kafe? Pak më shumë, po ne porosisim Jo, më shumë, më s'duhet e një kafe do. Po gjysmë orë vin të gjitha. Shiko, në qoftë se na jepni, mirë. Në qoftë se na jepni, i themi Ermalit, na jep Ermali. Kemi adicionin. Ore Birqa, ore shiko. Birqa që ta dini ju, unë e kam vlla. Partie. Apo jo, sa kohë kemi bashkë? Birqa ka qenë një nga ata që më kanë mbështetur mua kur këta të tjerë që thonë kemi 7 vjet të parti më shikonin thoshin çdo ky këtu. Haram qumë shi nënës. Po tani. Se më shikonin si demokrat. Unë demokrat jam, po jam demokrat socialist. Jo, po, demokrat socialist. Në det. Unë jam demokrat në det, si ata të rinjt e FRPD-s Vlorës, ata janë me detin, s'mutrin kënet ata. Kështu që Birqe, tani kush do na japi kafen, s'po insistoj shumë. Ore nuk kam kërkuar në një kafe. Ore s'kam kërkuar në herë me... Mua më ka ardhur një madhi Se unë e kërkoj në ati. Leri këta më u trazon me këta. Po mirë, hajde gëzuar me ujë qatë. Jo, do pime kafe. Tu do pjet kafe raki kryeministër. Raki jo se kemi punë. Unë kryeministër do them që ti me gjithë familjet ke shëndet,
edhe vetë Ku është Tana keq më Golli? shëndet Tana edhe Golli, se na duhesh edhe shumë vite të tjera. Më një kafe bërë, kaq shumë sa vonove, një kafe për mua. Po çam diti mua më ballis ditë ha unë të shoh të tjerë duke ngrënë, duke më parë mua që ha. Po ç'a bëhet shumë më. Tana Golli, ky është drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Autori i një transformimi të madh, udhëheqësi i transformimit të madh në Shqipërinë rajonale, në çdo rajon me investimet, dhe Fondi Shqiptar po bën këtë rrugën. Tani, është vullneti i gjithë këtyre këtu, këta kanë hedhur italianin mbrapa ndet. Këta i kanë treguar dhëmbët Gjermanit kur donte të vinte të kapte italianin se e morën këta në mbrojtje. Këta kanë fshehur ebrejt në përmale dhe nuk kanë lënë një ebre ta kapin gjermanët. Dakor? Këta i ka rezistuar imperializmit amerikan fuqishëm. Sovjetikur as nuk e llogarisin fare, kanë kthyer mbrapsh Bashkimin Sovjetik, i mbajtën dhe në ndet se të peng. Tani këta mor vlla për 1 kilometër rrugë, e di ç'a bëjnë apo jo. Kështu që më mirë bëja se ta bën pastaj. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Jep gjatë. Llakatun pra, për llakatunit do flas. A është 1 kilometër? Një 300 Po 1 200, 2, 3, 4 kilometra, deri në 5 kilometra, deri në 5 kilometra e premtojmë dhe e bëjmë sot. Mbi 5 kilometra na duhet po dolim mbi 5 kilometra? Jo. Po dolim mbi 5 kilometra? Atëherë do të turproni të parët komunistë që më kanë gënjur. Nuk kam besim ke ky, se ky është demokrat. Ta nuk gënjejnë asnjëherë se i kam mësuar lulet tonë të vërtetën. Demokrat jemi bashkë. Jemi me pësën. Demokrat me pësën. Diçka e vërtet, këtë më mirë e di Edisoni. Jo më janë rregull, po bëj shaka. Nuk do ta bëjmë. Mbaroj. E kishte merak, shumë merak Ermali, ma tha aman tha, se i thash ku po shkon në Munavi. Aman tha shiko tha se aty tha nuk mund të kthehemi, po nëse nuk do. Po ça? E kishte merak Ermali, e kishte merak Bledi. Po ashtu, ministri e kishte merak se ky ka hallën e bazës, nuk ka hallën tuaj që ti. Jo, edhe ne hallën ka ai. Jo. Nuk e hedhi poshtë, Ai që i pari. Që ti vlla duhet marrësh medalje për durim. Si duron këta ti, unë nuk e di. Po si duron. Më mirë, po të më thonë mua, hajde këtu, në vend bishë, ose shko në një vend, po di u shkoj atje. Qa të bëj bishë, mos kalitet po desh. Qa të bëj? Elinju, dua ta ngrej një shëndet për bishën. Edhe pastaj për të tërë ju bashk. Bashkë me juve. Për të tërë ju bashk, për partinë tonë nuk diskutohet. Për Shqipërinë në BE. Duhet ta fusin në BE. Kërkesa numër 2, urdhëro. Tani e pete ku ishte të lënë asfalt. Tani që t'jemi të qartë bashkë njerë, se unë e kam shumë me qef t'i bëj këto teste për veten time. Ti nuk je i oni komplet. E sa të shoh. Unë jam komplet. Një sekond. I oni komplet ti nuk je. Komplet jam. Më le tani. Ai mund ta votojë Partinë Socialiste nga halli se partinë vetë se kanë terezi, po i oni s'është. Në rregull, nuk ka rëndësi. Ti për çep, nuk ka rëndësi. Kryetar aty. Tani, e deri në qaf, ajo rëshqet. Ku? Te malore e është. Nuk e pashtruar. Pa. 200 metra. Ajo vjen gjithmonë në shkare, gjithmonë. E keni pjesë projektit të? Hajde këtu. Hajde më këtu. Do një murat. E keni pjesë projektit? Rëshqitjen 200 metra që rëshqet. Vetëm e këta shiko, në çdo vend tjetër të Shqipërisë
mund të më lini dhe në i sherr hapur. Këta s'dua sherr se nuk durohen fare, janë të merë. Do më që kur erdha e ndava mëndim, do vete, po qa do thonë, do them po, se me këta sherr hapur nuk lihet. Në çdo vend tjetër menaxhohet, tu nuk menaxhohet. Kështu që, dakord je? 200 metra, i ketë bëra. Edhe unë do bëjë që do vi për kryeministrin të gjithë. Ja këtë do të sofrat. Po një kafe më bët. Gëzuar demokrat. Gëzuar, je imam. Inshallah 100 vjeç bash. Dhe të uroj shëndet dhe jetë gjatë. Hajde. Meritojnë ta.